veç kallëzom ti çka është diskutimi, unë po ta kallëzoj qëndrimin, nuk e di çka është tema e diskutimit. Është një marrëveshje e mirë për juve, me çfarë pozita që i takon deri pas? Mbetet mbas mbledhjes me kohë. A ju paralajmëruar se çka është diskutuar dje brenda takimit? Jo, Me çfarë pozita për ju është një marrëveshje e duhur? nuk po flasin për pozita, po flasin për program, për ide, për bashkëqeverisje, për të ardhme. Pozitat janë pika fundi që do të më fol, besoj. Zonja Bajrami tha që do të insiston me marrë postën e presidentit. E përshëndes zonjën Bajrami dhe ju uroj sukses. Cili do të jetë emri i duhur për këtë pozitë kryetësisht? Ka ball, sa doni. Për shembull, Plot ka, s'po di. Do të pranonit një pozitë brenda qeverisë të hequr nga vendosja? Nuk jemi në atë pikë për pozita. Nëse jo për to. Nuk jemi në atë pikë, nuk e di as çka kemi diskutuar. Qeverisja jeni pra edhe për një pozitë brenda qeverisë. Ju po thoni që për bashkëqeverisje, mirë. Jo ta pak më herët. Se do të flasim për bashkëqeverisje. Nuk përmenon bashkëqeverisje hiç, thash na kanë thirrë me na tregu çka kanë diskutuar dje. Gjithsesi në princip unë kam qenë edhe 2 palë zgjedhjet e kaluara që nuk ka vijat kuqe për asnjë dhe s'duhet të ketë. Por duhet shohim programin, duhet shohim idenë, duhet shohim tarmën e Kosovës, duhet shohim mënyrën se qeverisë të vendit, duhet shohim cili është raporti i Kosovës me partnerët ndërkombëtar. Këto janë temat kryesore. Nuk është më rëndësi cili individ, cilin funksion e ka, apo se kush kujt çka po i grabit. Më rëndësi është me pa mundemi me bëni një program të përbashkët qeverisë dhe mbi bazën e këtij programi, pastaj kush janë njerëzit që mundën me shtyp përpara. Nesër jeni të ftuar vetëm për konstituentin të vendit apo pritet që mund të ketë diçka edhe për qeverinë? Nuk ka ardhur ftesa hala dhe nuk e din sa ora është seanca, me thënë drejtën. Nuk na ka ardhur ftesë zyrtarisht për kuvendit. Ndoshta ka ndaj plan rezervë me shtyp pak me prikmes, po nuk e di. S'po di çfarë më të thon, po ftesë zyrtare nuk kam.